Ligji 7501, a është ai që e ka ndëlikuar dhe është bërë strumullari i krimeve dhe i konflikteve në Shqipëri në këto 35 vjet? Pse çka ka sjellë ai, më shpjego. Jo, të paktën disa juristë thonë që ai ka sjellë konflikte për pronën. Po pra, atëre, ligji 75 është ligji i kthimit dhe kompensimit të pronave, zotri. Po. Ai në qoftë se nuk është perfekt, të flas profesionalisht. Në qoftë se ligji nuk funksionon perfekt, kalon në vjedhje. Pronën time ta jep ty. Marrë fonda. Për arsye, për këtë arsye tjetër. Pra, është shumë i vështirë si ligj. Dhe ligji vetë nuk është perfekt. E kam parë, unë kam pas ato rezervat e mia. Nuk është perfekt dhe nuk mund ta bënin dot me perfeksion të lartë, sepse ky është niveli i konsciencës juridike në Shqipëri. Kush e hartoi ligjin 7501? Urdhë? Kush e hartoi? Kush ishin juristët? Nuk e di, ka mundësi të kenë pasur mendim ndërkombëtar. Nuk e di autorët. Nuk është ligji i dobët, po duhet kishte ende reformim. Në çdo drejtim, keni ide? Gjithmonë në mbrojtje të akuzatorëve, prokurorëve dhe gjykatës. Po. E dini ju se ajo thuaja prokuroria dhe gjykata antimafje në Itali jeton në qytet veçantë? Po. Në Europë, se budalleja ata. Godet krimi. Krimi nuk është në nivelin e mafjes, kuptojmë. Krimi është normal. Kemi në atë gjendje kriminale që të ngrënë tensionin shoqëror. Por gjithsesi masat e shtetit për mbrojtjen e shoqërisë nga krimi duhet merren. A kemi ne të njëjtën tipologji krimi, avokat, si tani pra mas vitit 90, por edhe gjatë diktaturës dhe gjatë regjimeve tjera të Zogut dhe më parë? U dëgjova shumë keq, folën çik më ngadalë. A kemi të njëjtën tipologji krimi aktualisht në Shqipëri si përpara 100 viteve, 50 viteve? Ore, jeni vetë se në komunizmi kur e la pushtetin, një vrasje kishte në Shqipëri, ja u thash. Një vrasje. Po në Zogut? Çfarë? Para kohën e Zogut nuk ishte akoma anarkik këtu, zotri. Nuk e bëri dot Zogu, nuk e krijoi dot Ahmet Zogu nivelin e lartë, sepse s'kishte as rrugë, as fabrika, as uzina. Ku kishte gjë këtu? Vetëm bukësi. Të gjitha këto erdhi dhe i bëri komunizmi me mënyrën e vet. Merë në Rusi, merë në Kinë, histori e madhe, në një ditë më të flasim. Por i bëri. Erdhi Saliu, i shkatroi të erdhi 92, i shkatruan tëra. E kuptoni çfarë dëmi kanë bërë Shqipërisë apo? Ato pyeta unë çekët, e tha si e bët ju? Se dhe ju pronë shtetërore e kishit industrinë. Po. E bllokuam ta. E bllokuam në mënyrë të rreptë. Dhe pastaj sa u formua kapitali privat, i bleu privati. Dhe funksionon ato, kështu do ndodhte edhe këtu. Ta i shkatruan. Po pastaj doli ai në Beograd, doli një nga ata deputetët në parlamentin e Beogradit, gjithë dëngla tha, me $40 milion kemi shkatruar 500 uzina dhe fabrika në Shqipëri, shkatruan ata. Po me kë? Me agentët tyre këtu, nuk diskutojmë. Me UDB. Cilët janë të gjej? Thuat mua, po, kjo kuptohet. Ata i denoncuar. Po me se, bëni do të ata pa agentët e tyre këtu? Jo. Po cilët janë? Shikojmë. E ka ai shërbimi sekret. Edhe e hetimi i prokurorisë. Deri tani nuk dim gjë. Tjetër kishit. Avokat, po hipoteka ka rol në këto që quajmë neve konflikte, sepse ka mbivendosje të pronave, ka probleme dokumentacioni, a është dhe kanë rritur kriminalitetin ato sepse kanë kaluar në korrupsion dhe kanë bërë falsifikime. Pronën e X-it e kanë dhënë Y-it, të tjera kanë bërë shumë nga këto, po janë duke u sqaruar, është në rënje kjo. Është në rënje. Nuk jo aq kriminale sa shka qenë në nivel.
është me ullët në raste. Po që vazhdon. Nuk ka ato që pati në para 20 vjetësh, u bën ami, por diçka por u riparua dhe diçka por riparohet derisa të vi gjendja në normalitet. Përse kjo është pyetja e fundit, përse vret shqiptari avokat, sepse në gjithë historinë, po themi vetëm të shtetit, kemi vrasje dhe të rënda, të karakterit, janë vrarë kryeministra, janë vrarë personalitete. Po pse vret shqiptari? Vret për arsye madhore? Nuk e dim, nuk është bërë analizë. Është shkenca ajo. Unë nuk mund të flas me hamendje, sepse dëmtoj. Ajo kërkon analizë analitik shkencore, në funksion të krimit dhe të konsciencës kriminale. Ku e dim ne? Keni parasysh një gjë? Po. Mund të ketë skizofren që mund të ishte pafashëm dhe është dënuar, nuk e dim, po japim si shembull. Krimi ka shumë aspekte të shargullimit mendor që ndodh. Sa është krim? Por ne nuk kemi një studim analitik të thelluar për kriminologjinë dhe kriminalitetin në Shqipëri. Mendoj se do bëhet, do vi koha të bëhet kur të ngrihet të ca niveli i universiteteve dhe i shkollës për krijuar ekspertizën antikrim. Avokat, mbyllet nesër dorëzimi i kandidaturave, i dokumenteve për kandidatura për drejtimin e SPAK. Keni ndonjë pritshmëri, pra ju prisni që mbas Altin Dumanit të kemi një ngritje të punës në SPAK apo në ato nivele apo edhe më i ulët? Nuk e di se unë nuk i njoh individët. Po? Do ta shikojmë në muajt e parë. Altin Dumani, mendimi im, nuk ka punuar keq. Ka punuar me suksese. Por mbaroi e thatin. Tani problemi qëndron që kur të vi ai zëvendësi, do ta investigojmë se si është më mirë apo më dobët nga Dumani. Kjo është logjika. Dhe kjo në funksion të krimit, të zbulimit të krimit, dhe të dënimit të tij. Do shikojmë kur të vijë riu. Nga 100 që ishte vrasje në vit përpara, në vitin 2013, vrasjet tashmë janë te 50, 40, 50 në vit. Si është kjo për ju? Kjo shifër? Shenjë mirë është, po do të vej akoma më poshtë. Shqipëria ka nevojë të jetë 8-9. Te 8-9? 8-9 ose 10 vrasje në vit pari të këtu është mirë, kurse po e eliminuam fare, pastaj qytetimi i lartë. Po. Kjo është shumë interesante, shumë interesante kjo. Avokat, edhe një gjë tjetër, përsëri e lidh me politikën, sepse reagimet nga politika për ngjarjen për vrasjen e gjyqtarit ka qenë më të ndryshme, po më bëri përshtypje dy deklarata. Ajo ministres së Brendshme që tha avokat që nuk ka përgjegjësi policia në ruajtjen e gjykatës së apelit. Dhe e dyta e zotit Berisha që tha që Astrid Kalaja ka qenë dhe gjykatës për çështjen e Vulës, historia e Vulës Partisë Demokratike. Le ma çmeresh me Saliu tani, ç'ma gatroma me Saliu. Nuk arsyeton Saliu jashtë interesit të tij. Arsyetimi është vlerë e përgjithshme kombëtare, nuk është interesi im. Prandaj, ç'ma merr mua Saliu? S'po duhet fare që thotë Saliu, ai ka dështuar gjithmonë me ato që thotë dhe është non grata në Amerikë. Nuk është njeri me normalitet. Prandaj pse ta zgjasim? Dhe në non gratën e tij është për korrupsion të lartë në qasjet. Të shikoj që të hesin gjyqët. Unë nuk mund të flas për njëri që është i pandehur, se jam profesionist. Të shikojmë gjyqët edhe atje do kuptojmë se ç'ka ndodhur. Po deklarata e ministres Brendshme që tha nuk e garanton policia gjykatën? Sigurinë gjykatën? Çfarë tha? Nuk e garanton policia sigurinë në gjykata. Jo, policia nuk e garanton policia e shtetit. Kjo që është. Po. Një minutë. Do policit veçantë, se garanton ajo. Do polici profesionale, të cilën nuk e ka. Ne ka zgjidh atje,
tani që kanë filluar krimit të Kodasi, sigurisht do nxjerrin në skenë policinë profesionale që duhet ta specializojnë në perëndim. Pa ik njerë vritin qytetar në Amerikë, ose në Itali, ose në Francë. Po, si ruhen, kanë sistemin e vetë. Atëre ka ardhë koha që dhe ne të krijojmë sistemin perëndimor të mbrojtjes së gjyqtarëve, gjykatës dhe prokurorëve, po sigurisht që ka ardhur. Atëre duhet një ligj i ri dhe duhen eksperienca të reja që duhen marrë në perëndim. Shumë interesant. Sepse kriminaliteti, zotëri, keni parasysh India në çdo shtet ka normën e vet të perfeksionit. Vjen nga një moment vulgar që ka çdo njeri i thjesht në moment të sofistikimit kriminal. Me marrin pjesë 4, 5, 6 individ që fshehin gjurmët. Nëse pse zgjasim këtë se ky është profesion, po ta kam fjalën që është gjë e vështirë lufta anti-krim. Dhe Shqipëria ende nuk e ka në nivelin e lartë. Të shikojmë do na ndihmojnë perëndimorët dhe sidomos politika amerikane me ndihmë në kuptimin profesional të shohim. Okej, avokat, të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë interesante. Faleminderit për jush, mirupafshim. Mirupafshim. Do ndjekim një ndërprerje publicitare dhe në fund pasaj një përmbledhje për gjithë bisedën që bëm me avokatin. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe institucionit monetar MoneyGram Akinvest për mbështetjen që i bën emisionit Dekalog këtu në Dritar TV me sloganin transfero shpejt gjithmonë më shpejt dhe kudo. Ne ndoqëm intervistë me avokatin e njohur Spartak Ngjela, i cili mes shumë të elementeve që ai analizoi për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, unë do të veçoja atë më të rëndësishme që duhet përgatitet urgjentisht një ligj për mbrojtjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është një ide që merret shka sigurisht nga kjo ngjarje shumë e rëndë, por që është një domosdoshmëri tashmë, sepse ne kemi dëgjuar edhe profesorë të tjerë të drejtësisë që kanë thënë që gjyqtarët dhe prokurorët, madje dhe avokatët janë të pambrojtur. Por flasim për gjyqtarët, ata që japin vendimin në fund. Dhe zoti Ngjela është i pari jurist që hedh një ide të tillë pikërisht kur nuk ka mbushur akoma 24 orë nga ekzekutimi i gjyqtarit të gjykatës apelit Astrid Kalaja. Shpresojmë që këtë ide apo këtë po themi që këtë projekt ose draft ide të zotit Ngjela të merret parasysh dhe sa më shpejt jetë mundur të hartohet ky ligj dhe sigurisht edhe të zbatohet në mënyrë që jeta e gjyqtarëve dhe prokurorëve të jetë e sigurt, jo vetëm në sallën e gjyqit, sepse krimi është shumë i rëndë është në sallën e gjyqit, por edhe në jetën e tyre normale. Dhe zoti Ngjela e theksoi që garancia ndaj njerëzve të drejtësisë është ajo që ndihmon drejtësinë për të dhënë drejtësi, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Erdhëm në fund të këtij emisioni për sot. Ky ishte emisioni për sot nga Urlan Qafoku. Mirupafshim.